mesin tonë gjatë këtij hikingu patëm edhe doktora që kanë kryer mjekësinë dhe me dërtejtën për me meditu i përmenden disa smundje nëse i vështron për me styre shesën çfarë begatimi. Përmendin një person që kishte një smundje të caktuar që nuk kish mundësi me bajt gjëra në një dorë. Patjetër po desh në të dy duart e njëjta peshte. Nëse për shembull njëra dorë ka 5 kg, tjetra 4 nuk mundet me bajt. Ose nëse ka vetëm një dorë, baf nuk mundet me bajt. Subhanallah, nuk e keni meditu këtë ndonjëherë. Çfarë begatia është ne? Heri kopëm gjërat me dorë e djathtë, herë me të majtën. Dhe nuk e mendojmë se kishte deshur Allahun do të na kishte bërë trurin asaj që vetëm të jetë balans bios, për ndryshe nuk bën. Smundjet e këtij lloji janë të panumërshme. Dhe me të vërtetë kjo tregon se Allahu i Madhëshëm sa përsusën na ka kriju. Dhe smundja është veç rast përjaftues. Dhe është shprovë. Dhe është që ne të falendrojmë na që kemi të shnosh me falendru, përsa ata me duru dhe më ngritë në shkollë dhe shpërbime.